Rama përplaset me homologun Vučić në forumin e sigurisë i kërkon të njohë Kosovën të pranojë realitetin e Trepçës dhe lirimin e Nehat Thaçit. Aksident tragjik në superstradën Tiranë-Durrës, një makinë futet me shpejtësi në krahun e kundërt, shkakton 4 të vdekur, 3 vajza dhe 1 djalë. Arrestohen para burgut 313 2 shokët e Emiliano Shullazit, akuzohen si pjesëtar të bandës që u vinte gjoba biznesmenëve dhe i kërcënonte në jetë. $70 milion do jepen për pagat dhe 30 milion për pensionet, paga minimale rritet me 36%, shpërblim 3.000 lek pensionistëve në fund vitit. Mirëmbrëma shikues të nderuar, është edicioni qendror i lajmeve këtu në Vision Plus. Kryeministri Rama është përplasur me homologun serb Aleksandar Vučić për çështjet më të mprehta mes Prishtinës dhe Beogradit. Gjatë forumit për sigurinë, Rama kërkoi nga Serbia njohjen e pavarësisë së Kosovës, pranimin e realitetit për minierën e Trepçës dhe lirimin e oficerit të policisë së Kosovës Nehat Thaçi, ndërsa Vučić tha se rruga më e mirë e zgjidhjes së problemeve është dialogu. Çështjet më të nxehta mes Prishtinës dhe Beogradit, si njohja e pavarësisë së Kosovës, statusi i minierës së Trepçës dhe arrestimi i nën kolonel Nehat Thaçit, u hapën nga kryeministri Rama në praninë të homologut Vučić gjatë forumit të 6 për sigurinë në Serbi. Dy kryeministrat Vučić e Rama ndan qëndrime të kundërta për njohjen e shtetit Kosovës. Kosovo is where we completely disagree. Kosova është pika ku ne nuk bien fare dakord. Pikpamja ime është që sa më shpejt Serbia të njohë Kosovën, aq më mirë është për të gjithë. Por nga ana tjetër, ajo që të dyja vendet duhet të jenë krenare është dialogu. Kur flasim për dialog, kemi parasysh njerëzit, popujt. Më lejoni të sjell një shembull. Kam lexuar mediat serbe teksa shkruanin për Trepçën. Kjo minierë është në tokën e Kosovës. Çfarë do të bëni? Do ta transportoni në Beograd? Trepça është një minierë në tokën e Kosovës ku punojnë edhe qytetarë serb. A duhet të vendosë ekonomia apo politika për këtë çështje? Nga ana tjetër, dikush kalon kufirin për të 10-ën herë, edhe në të 10-ën arrestohet. Ç'do të thotë kjo? Në Kosovë dhe Serbi, prioriteti është të bëjmë njerëzit e lumtur, të bëjmë të lumtur serbët në Kosovë dhe shqiptarët në jug të Serbisë. Kjo do të ishte më mirë për të gjithë. Të dyja vendet kanë premtuar për të ecur përpara dhe për të lënë pas të kaluarën. Speaking about our relationship with Pristina, I have Për marrëdhëniet tona me Prishtinën kam disa argumenta për të thënë se pala tjetër është fajtore, por nuk dua të vijoj më tej. Ne do vazhdojmë procesin e dialogut në mënyrë pasionante, sepse është parakusht për zhvillimin e rajonit, për standarde më të mira për popullin serb, për të ardhmen e marrëdhënieve serbo-shqiptare. Duhet krijojmë vullnetin e mirë për Ballkanin Perëndimor. E di që ka shumë njerëz në Serbi që nuk e kuptojnë këtë. Ata thonë se Vučić është mik i shqiptarëve, por unë do them të vërtetën. Ne nuk do ta ndalojmë procesin e dialogut i cili do të ketë dritë në fund të tunelit. Duhet të gjejmë kompromise pasi të gjithë do bllokohemi sa i takon integrimit në Bashkimin Evropian dhe zhvillimit ekonomik. Por për kryeministrin Vučić, çështja e Trepçës është një problem i ngritur nga hiçi. To tell you the truth, when I noticed the presence of Kosovo media, I knew it from the very beginning that Edi will do some daily politics. Kur vura re prezencën e medias kosovare, e dija se Edi do të bënte politikë ditore. Është politikan më i mirë se unë. Unë nuk e përdora këtë rast për të thënë diçka të tillë, po flas për 2 shembuj që ai përdori. Trepça. Mund të them se di më shumë se sa Edi për Trepçën. Ai tha se është çështje ekonomike, por mund të them se Prishtina bëri lëvizjen më të keqe sa i takon Trepçës. Nëse do të thuhet se kjo është për të mirën e serbëve dhe shqiptarëve, a mund të gjesh një serb që të jetë dakord me këtë? Ajo që duhet thënë është se Trepça ndodhi për arsye të brendshme politike. Ndërsa për arrestimin e efektivit të policisë së Kosovës, Vučić bëri të paditurin. Coming back to the case of Nehat Thaçi, you were referring to that case, if I'm not mistaken. Know nothing about the case. Nehat Thaçi? Unë nuk di asgjë për këtë rast. Por ajo që mund të them është se nuk ka arsye të ndalojmë negociatat dhe dialogun. Ne nuk e kemi bërë kur Oliver Ivanović u arrestua dhe u burgos. Unë asnjëherë nuk e kam ngritur një çështje të tillë për të ndaluar dialogun. Besoni se arrestimi i Thaçit erdhi për arsye politike? Në fakt ishte një mandat arresti në 1997.
in 1997, 1998, yeah, but this is the 1999. point. You know, we This is should the point. Duhet ta pastrojmë këtë clean listë. kind of lists because we keep going back in It kind belongs of to our things, justice system. You know, I agree with you. I agree with you in a sense. Jam dakord që duhet i shikojmë të gjitha në mënyrë të përbashkët, por duhet keni të njëjtin qëndrim si për serbët dhe shqiptarët. And you have to have the same approach when you speak about the Serbs and when you speak about the Albanians. When I mentioned Trepça, I was not taking side. I was Tek simply Trepça saying unë nuk mora anë, por ju them se çdo kush në një botë normale e kupton se kjo është çështje ekonomike. Po them se ka disa gjëra që dalin nga e kaluara dhe na pengojnë të ardhmen. no one. It's always popping up something from the past. The problem is Yeah. So that we this is- Del gjithnjë diçka nga e kaluara për diçka të panevojshme. Ja thash dhe kolegëve nga Prishtina. Unë nuk e kuptoj ngritjen e çështjes së Trepçës. Ishte një problem që doli nga hiçi. I would It's not always have something raised that might it if pop I up. would not have seen it everywhere in the Serbian media last night. But Unë e pash në të gjitha mediat serbe mbrëm, sa i takon statusit, ne e dim qëndrimet e ndryshme, por dialogu vijon dhe duhet të kujtojmë se kemi të bëjmë me jetët e qytetarëve. Dy homologët veçuan në rolin që ka luajtur kancelaria Merkel për paqen dhe sigurinë në rajonin e Ballkanit, ndërsa u ndalën dhe tek zgjedhjet në SBA ku nuk munguan as batutat. I would cut it very short. We are not competing for Angela's heart. So Do të flas shumë shkurt. Ne nuk po konkurrojmë për zemrën e Angela Merkel, simply that she will be the next chancellor. And por mund të them se ajo do të jetë sërish kancelare dhe se Donald Trump nuk do të jetë presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky është supozimi im. I know that. And he knows that. And Yeah, when it comes to Moscow. Kur të vim te Moska, do të pyesim ty. Okej. Gjatë forumit, dy kryeministrat folën dhe për krizën e refugjatëve, për të cilën, si kryeministri Rama ashtu dhe Vučić, theksua nevojën për të bërë pjesë e një planit përbashkët evropian. Në fund të këtij forumi nuk ka munguar as batuta e moderatorit të këtij diskutimi, i cili tha se kishte intervistuar dy prej kryeministrave më të gjatë. I can say with confidence I have interviewed on stage the two tallest prime ministers in the world. So thank you very much. Dy kryeministrat, Rama e Vučić, zhvilluan një takim edhe në stelinë e qeverisë serbe në Beograd. Ata diskutuan mbi çështjet të sigurisë, sidomos për investime dhe projektet e përbashkëta në infrastrukturë. Thellimi i bashkëpunimit politik dhe ekonomik me Serbisë dhe Shqipërisë është në interesin e përbashkët pasi kontribuon në stabilitetin e situatës në Ballkanin Perëndimor. Kështu janë shprehur kryeministri serb Aleksandar Vučić dhe homologu i tij shqiptar Edi Rama gjatë takimit që mbajtën në kryeministri pas forumit për sigurinë. Dy zyrtarët e lartë kanë diskutuar edhe çështje që kanë të bëjnë me investimet në të dyja vendet, veçanërisht në fushat e tregtisë, energjisë dhe infrastrukturës, të cilat i kanë quajtur si fusha me rëndësi të veçantë. Ata vënë theksin tek autostrada Niš-Prishtinë-Tiranë-Durrës, si një nga projektet më madhore mes dy vendeve, që do të nxjisë investimet serbe në Shqipëri dhe anasjelltas. Parambajtjes së aktivitetit promovues të librit të tij Kurbani, Rama ka zhvilluar takime me përfaqësuesit e luginës së Preshevës, ku është njohur me problemet e banorëve, nga arsimi tek gjendja ekonomike. Rama vlerësoi si hap pozitiv zhvillimin me diplomat, ku tani nuk ka pengesë për njohjen e tyre, ndonse duhet zgjidhur problemi teksteve. Kryeministri kërkoi edhe binjakëzimin e komunave shqiptare me bashkitë e Shqipërisë për të promovuar projekte të përbashkëta. Qëndrimi në Serbi, kryeministri shqiptar mbyll me pjesëmarrje në forumin ekonomik të Nishit ditën e premte, ku do të diskutohen në terma konkret çështja e marrëveshjeve tregtare dhe investimeve në Shqipëri dhe Serbi. Ndryshe nga herët e tjera, vizita e delegacionit shqiptar në Serbi nuk ka krijuar tension në Beograd. Masat e sigurisë kanë qenë normale dhe takimet kanë patur vëmendjen e plot mediatike. Atmosferën nga Beogradi na e sjell gazetarja jon Olta Placeri. 2 vite pas vizitës së tensionuar të kryeministrit Edi Rama në Beograd, e cila ndodhi menjëherë pas incidentit në ndeshjen e futbollit Shqipëri-Serbi, duke se shumë gjëra kanë ndryshuar. Atmosfera tashmë është më ndryshe në Beograd dhe masat e sigurisë gjithashtu janë më të ulta dhe janë normale. Kjo është vënë re gjatë qëndrimit të kryeministrit në hotelin Hayat, aty ku janë zhvilluar edhe aktivitetet kryesore në fakt të agjendës së tij. Në hotelin Hayat është mbajtur paraditën e sotshme pikërisht forumi i sigurisë së Beogradit, ku ai ishte në një panel me homologun serb Aleksandar Vučić, e klima në këtë forum ishte dukshëm më e qetë se sa 2 vite më parë. Megjithatë,
të dy kryeministrat kanë folur për nevojën e forcimit të marrëdhënieve shqiptaro-serbe. Dhe ajo që duket se vazhdon të mbetet ashtu si 2 vite më parë pika që i ndan shqiptarët dhe serbët, dhe çështja që për momentin duket e pakapërcyeshme mbetet Kosova. Të dy kryeministrat kanë dhënë qëndrimin e tyre. Për kryeministrin Edi Rama, Serbia duhet ta njohë tashmë Kosovën edhe para, e për Vučić ky është një qëndrim i papranueshëm. Por me gjithë atmosferën në fakt që reflektonte dialog e bashkëpunim, pasi tashmë në këtë harkunkor të 2 viteve Vučić e Rama janë takuar shpesh edhe në forume ndërkombëtare, tensioni ishte i dukshëm, veçanërisht tek kryeministri Vučić, kur kryeministri shqiptar Edi Rama ngriti çështjen e minierës së Trepçes. Dhe edhe një herë ky moment risolli në fakt atë që tashmë e dim të gjithë, që në marrëdhëniet shqiptaro-serbe Kosova mbetet ende një pikë e pakapërcyeshme. E ndërsa Rama mbrondoi Kosovën në Beograd për çështjen e Trepçes, në Prishtinë serbët quan ankimim zyrtar në gjykatën kushtetuese. Drejtues të partisë Lista kërkojnë rrëzimin e vendimit të parlamentit si antikushtetues. Ashtu siç kishin paralajmëruar, deputetët e listës serbe e quan në gjykatën kushtetuese ligjin për Trepçën të miratuar nga Parlamenti i Kosovës. Ata dorëzuan kërkesën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit për kompleksin e minierave në Mitrovic. Për kreun e kësaj force politike, Slavko Simić me këtë ligj është shkelur kushtetuta. Usvajanjem zakona o Trepči pre svega nisu ispoštovani vitalni interesi. Me miratimin e ligjit për Trepçën nuk janë respektuar interesat jetike të popullit serb, sepse duhej shqyrtuar në përputhje me nenin 81 të Kushtetutës së Kosovës. Ligji për Trepçën nuk është shqyrtuar as nga Komisioni për Komunitete, ku dhe shkelur një nen i Kushtetutës dhe nuk i është dhënë mundësia që legjislacioni të shqyrtohet nga Këshilli Konsultativ për Komunitete, pra shkelur Kushtetuta e Kosovës. Lista serbe pret që gjykata të jetë profesionale dhe e paanshme. Miratimi i ligjit për Trepçën solli reagimin e ashpër të kësaj force, që ngriu raportet me qeverinë dhe parlamentin e Kosovës. Simić deklaroi se do të këshillohet me qeverinë e Serbisë, përfaqësuesit e institucioneve në Kosovë dhe bashkësinë ndërkombëtare për hapat që do të ndërmerren më tej. 3 vajza dhe një djalë humbën jetën mëngjesin e sotëm pas një aksidenti tragjik në rrugën Tiranë-Durrës. Dashnor Delialisi është futur me shpejtësi në krahun e kundërt të superstradës, duke u përplasur me forcë me makinën ku ndodheshin 3 shoqet. Goditja ka qenë aq e madhe sa të gjithë humbën jetën në pak sekonda. Kjo është ajo çfarë ka mbetur nga aksidenti tragjik në superstradën Tiranë-Durrës, ku humbën jetën 4 të ri, 3 vajza dhe një djalë. 2 makina të shndruara në një grumbull hekurishtes. Ngjarja e rëndë ndodhi rreth orës 4:15 të mëngjesit të kësaj të enjtje në afërsi të Sukthit. 3 vajzat, Greta Sherifi 23 vjeçe, Izabela Gega 33 vjeçe dhe Elona Xhuti 34 vjeçe, po udhëtonin nga Tirana drejt Durrësit, kur papritur drejt mjetit të tyre, është afruar një automjet tip Benz që drejtohej nga dashnor Delialia si 36 vjeç. Gjithçka ndodhi në pak sekonda. Shpejtësia e madhe e 2 makinave nuk la vend për manovrim. Ato u përplasën kokë më kokë duke përgjakur asfaltin. Por duket se aksidenti fatal ndodhi pasi Delialisi nuk u bin një post bloku të policisë për të ndaluar. Madje ai ka shtuar shpejtësi në drejtimin e kundërt. Ai u ndoq nga patrulla e policisë, por pak sekonda më pas u përplas me mjetin e 3 vajzave. Shkatrimi ka qenë aq i madh sa nxjerrja e trupave është bërë mundur vetëm pas ndërhyrjes së forcave zjarrfikse. Dashnor Delialia, si babai i 2 fëmijëve, ishte emigrant në Itali. Ende nuk është sqaruar pse ai u fut në krahun e gabuar të rrugës, duke shkaktuar tragjedinë, ndërsa vajzat shoqe me njëra tjetrën po udhëtonin drejt jugut. Arrestohen para burgut 313 në Tiranë 2 shokët e Emiliano Shullazit, Endrit Zela dhe Endrit Qyqja, u kapën pasi akuzohen nga prokuroria si pjesë e bandës që u vendoste gjoba biznesmenëve. Dy pjesëtar të bandës Emiliano Shullazit u prangosën këtë të njëjtë nga policia e Tiranës me akuzën e gjobvënies. Ky është momenti i arrestimit të Endrit Zelës dhe Endrit Qyqjas, të cilët kishin shkuar në burgun 313 për të takuar Emiliano Shullazin dhe Gilmando Danin. Me kërkesë të prokurorisë për krime të rënda, gjykata kishte vendosur më herët masën e sigurisë arrest në burg për nipin e Shullazit, Endrit Zela,
dhe po ashtu për mikun e tij Endrit Qyqa, të dyshuar për veprat penale të shtrëngimit me anë të kanosjes për dhënje pasurie. Sipas akuzës, të prangosurit në bashkëpunim me Emiliano Shullazin, Gilmando Danin dhe Blerim Shullazin, i kanë marrë shuma të konsiderueshme parash një biznesmenit të njohur në Tiranë, nëpërmjet kërcënimit dhe dhunës fizike, por për efekte e hetimit, emri i tij nuk është bërë i ditur. Nga hetimet rezulton se të dyshuarit Zela e Qyqa kanë qenë të pranishëm në disa momente kur Emiliano Shullazi ka bërë kërkimin e padrejtë të sasisë monetare. Gjithashtu, sipas akuzës, këta persona kanë përfituar shuma financiare të lëvruara me çek nga ana e biznesmenit të dëmtuar në favor të tyre dhe me porositë e Emiliano Shullazit. Tashmë, Endrit Zela dhe Endrit Qyqa do t'i bashkojnë pjesës tjetër të bandës, mbi të cilën rëndojnë të njëjtat vepra penale, si edhe kërcënimi i rektorit Mynir Koni në mezin e muajit prill. Prokuroria mbylli hetimet për gjyqtaren e gjykatës së lartë Majlinda Andrea, ndërsa dosja ka mbritur në gjykatë me akuzën e korrupsionit pasiv. Andrea akuzohet se nëpërmjet bashkëshortit të saj ka marrë një shumë prej 50.000 eurosh për të ndikuar në vendimin ku gjyqtarja ishte anëtare. Çështja kishte në fokus njojën e pronësisë për rreth 40 hektar truall në zonën e Butrintit në Sarand. Në korrik të këtij viti, organi akuzës zbardhi skemën korruptive disa ditë pasi gjyqtarja kishte dhënë vendimin. Deri më tani të arrestuar për këtë çështje janë edhe Ilia Çabiri, Petraj Dashi dhe Eleni Lino, ndërsa në kërkim është shpallur bashkëshorti i gjyqtares Odisea Andrea. Gjykata e krimeve të rënda dënoi në total me 103 vite burgim 6 nga 11 anëtarët e bandës së babagjyshve, procesi për të cilët u zhvillua me gjykim të shkurtuar. Të arrestuarit akuzohen për një sër vjedhjesh me armë në Tiranë, por edhe të qytete të ndryshme, ndërsa prokuroria i akuzon ata për të paktën 13 episode kriminale në të gjithë vendin. Ilir Kupa, i dyshuari si kreu i grupit kriminal, u dënua me 35 vite, ndërsa për shkak të gjykimit të shkurtuar, ati i mbeten edhe 24 vite në qelim. I vetmi që do të bëjë më pak vite burg është Agustin Sula, i cili kishte statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Gjykata i dha atij 9 vite heqje lirie. $70 milion do t'jepen për rritjen e pagave dhe 30 milion për pensionet. Burimet të Ministrisë të Financave po huan për Vizion Plus se pas diskutimeve me Fondin Monetar Ndërkombëtar, po përcaktohet edhe përfitimi sipas kategorive. Rroga minimale pritet të rritet me 36%, ndërkohë që pensionistët do të marrin dhe 3.000 lekë shpërblim në fund të vitit. Pas vizitës në Washington, delegacioni Ministrisë së Financave akoma nuk ka një draft final se sa do të rriten pagat dhe pensionet, por Vizion Plus ka mësuar se vlera që do të zërë në buxhet kjo rritje është 10 miliard lekë ose $100 milion, ku 70 do të shkojnë për pagat dhe 30 për pensionet. Kreu i Financave Arben Ahmetaj e ka prezantuar përpara përfaqësuesve të fondit të rritje si reformë në administratë për të rritur eficiencën e saj. Mësohet se FMN ka këshilluar Shqipërinë se nëse do që të rrisë performancën e administratës, duhet ta bëjë me pagat mesatare dhe jo me rritjen e pagave të vogla. Qeveria ka vendosur që të rritë me 36% rrogën minimale. Ky nivel do të shkojë nga 22.000 lekë në 30.000 lekë dhe do të ketë efekte detyruese edhe për sektorin privat. Rritja mesatare mendohet të jetë në nivelin 10%, por kjo do të përshkallëzohet sipas kategorisë së punojësve. Ai që merr më pak do të ketë rritje më të lartë. Këto kufin do diskutohen me misionin e ekspertëve të FMN-s që do të mbërrijë në Tiranë në 17 tetor. Me ekspertën kohën më të madhe të diskutimeve, duket se do ta zerë çështja e pensioneve. Rritjen e tyre delegacioni shqiptar ja ka prezantuar si reformë të re për pensionistët, e cila do të indeksohet në bazë të inflacionit. Për këtë arsye, Ministria e Financave ka ngritur dhe një grup pune për të rikonceptuar peshën në shportën e konsumit. Në fund të vitit është menduar që kësaj kategorie të jepet dhe një shpërblim prej 3.000 lekësh, ndërsa administrata do të vijojë ta marrë në bazë të performancës të më të mirit. E parlamentit Ben Blushi deklaroi edhe një herë largimin e tij nga Partia Socialiste. Blushi tha se nuk mund të ishte pjesë e rilindjes që sipas tij ka varfëruar njerëzit. Por nënkryetari i grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla replikoi ashpër me Blushin, duke i thënë se ai kurrë nuk është sjellë si socialist, madje i ka braktisur ata. Ndonse e kishte parlemëruar disa ditë më parë largimin nga Partia Socialiste, Ben Blushi e zyrtarizoi lëvizjen e tij politike në seancë plenare. Ne kemi vendosur të largohemi nga një grup politik i cili nuk pranon këtë zgjedhje. Se ne nuk bashkëtojmë dot në një parti e cila nuk do zgjedhje. Ne largohemi sot si njerëz të lirë. Ju besojmë se rilindja i tradhoi me ndërgjegje të varfrit, edhe shtresën e mesme të këtij vendi.
duke u marrë vazhdimisht masa që cënojnë jetën e tyre të përditshme, cilat asnjë ditë nuk ishin reforma, por përkundrazi, ishin një eksperiment njerëzor. Përgjigjen ndaj akuzave kundër qeverisë, Blushi e mori nga nënkryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, i cili akuzoi se asnjëherë nuk ka qenë socialist. Në emër të grupit ton parlamentar i uroj udhë mbar. Shkofshi ku doni. Madje po doni, hajde unë edhe këtu. Me që Saliu dhe Josefina nuk janë sot, keni vendosur tikni rrugë mbar. Po ti që fole këtu nuk u solli kursi socialist. Asnjëherë. Edhe karrige që ke aty e mban qyl. Sepse ke mandatin e socialistëve. Dhe ke për detyrë që mandatin e socialistëve ta respektosh deri në fund. Nuk e ke mandatin tënd. Mandatin tënd provoi edhe merren në 2017. Mandatin e socialistëve, o ktheu as socialistëve, o mos e mbaj pa ndershmërisht. Por dy ish kolegët nuk u mjaftuan me kaq. Akuza të ndërsjellta u shkëmbyen edhe për aktualitetin. Ne jemi të bindur po ashtu, se për fat keq, Trilindja e ktheu kanabizimin me politikë shtetërore, duke shkatruar ëndër në një vend normal, që e bazon të ardhmen e vetë mbi punën dhe meritën dhe jo mbi ekonominë e zezë. Bëri gabim madh që edhe kur fole për kanabisin fole si Saliu. Ne nuk e kemi kanabizuar Shqipërinë. Përkundër, ministri i Brendshëm ka bërë një punë të shkëlqyer me ato përpjekje që ka pasur mundësi me policinë e shtetit për ta kanabizuar Shqipërinë. Sa ja kemi arritur, ky është vetëm fillimi i një procesi. Çfarë ndodhi 21 janar? Ju që keni kurajë më thoni mua. I vrau Saliu, po i quat ju më prit. I quat ju më prit. Dhe keni 3 vjetë që keni ardhur në pushtet. Ju që qani për 21 janarin dhe nuk patët guxim. Bëni një gjyq për ata. Nuk patët guxim, vini drejtësi për ata. Kur socialistët luftonin në 2009 për të ruajtur mandatet e socialistëve, ti nuk e kishe mendjen tek mandatet e socialistëve, sikurse po bën dhe sot. Po e kishe mendjen se si të merrje Partinë Socialiste. Kur socialistët vriteshin bulevard, ti flisi një lloj si Saliu. Një lloj. Ndërkohë që janë larguar nga Partia Socialiste, Ben Blushi me Mimoza Hafizin po përgatisin strukturat e partisë së tyre të re. Mos respektojmë asnjë normë. Edhe nga Cerriku, lideri i opozitës bëri thirrje për të bashkuar në një front kundër kryeministrit Rama. Qeveria sipas tij është përgjegjëse për trafikun masiv të drogës që po kërcënon sidomos të rinjt. Shqipëria sipas opozitës është ndruar në një hambar droge. Nga Cerriku, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se kultivimi masiv i kanabisit është kthyer në një kërcënim serioz për të rinjt. Nëse na bashkon dekriminalizimi, lufta kundër drogës, vota e lirë, nuk duhet kemi asnjë ngurrim të bashkëpunojmë me këto për të përballur dhe përfituar me dikë që bashkëpunon me të gjithë përveç qytetarëve. Bashkëpunon me krimin, bashkëpunon me horrat, bashkëpunon me trafikantët, bashkëpunon me narkotrafikantët, bashkëpunon me banditët. Ndaj është koha e një bashkimi të madh dhe një aleance të madhe. Lideri i opozitës tha se keqeverisja, korrupsioni dhe arroganca e pushtetit po shkatrojnë ëndrrën e mirë a maturantëve për të vjuar arsimin e lartë. Droga, krimi, korrupsioni ka një nyje që i mban bashkë dhe ky është Edi Rama. Ky është Edi Rama pra, që merr charterin për në Hamburg për 100.000 euro, sa 4 muaj ndihmë sociale në Cerrik. Ky është Edi Rama i cili 3 vjet përpara tha nuk do sjell mbetjet, që janë helme. Tani që ja kanë ngrohur xhepin mafia ndërkombëtare plerave, merr vendime kundër popullit. Helme për të helmuar shqiptarët dhe fëmijët e tyre. Ky është Edi Rama i cili po tallet me maturantë. I ka sjell këtu me vendimet e tij gabuara pa transparencë, nuk ka guximin t'i kthejë mbrapsht, e do të çojë një brestër 20.000 të rinj shqiptar, do t'u adjek ëndrrën sepse s'ka guxim të kërkoj falje. Basha tha se ashtu quajtura rilindja urbane tregoi se ishte një projekt për të mbushur xhepat e qeveritarëve dhe se në 3 vjet nuk ka asnjë investim serioz që të përmirësojë jetën e qytetarëve. Fluksi i lartë i aplikimeve për shkollat e larta ka bllokuar regjistrimin në universitete. Sistemi elektronik nuk ka funksionuar për orë të tëra, por dekanët kanë qetësuar të rinjt, duke thënë se puna do të vijojë edhe jashtë orarit zyrtar. Bllokohet procesi i regjistrimeve në universitete. Mbi 4 orë kanë pritur kandidatët fitues dyrëve të fakulteteve për të regjistruar si student të vitit të parë. Gjithçka ka ardhur nga mos funksionimi i sistemit elektronik të dhënave.
Kandidatët, shumica të ardhur nga rrethet, thonë se nuk do të kthehen pa u regjistruar. Po pres akoma, 30 orë. Sa kohë ke që pres? 3-4 orë. Sa? Nuk di, thënë nga birokracia e sistemit, se di besoj. Do qëndrosh? Do presësh gjë? Pres derisa të regjistrohem. Jam nga Tepelena, po kam marrë që të hënën këtu në Tiranë. Enkas për procesin? Enkas për procesin. Kam ardhur nga Mirdita dhe po presim ka më shumë se 1 orë, se 2 orë. Na kanë bërë që duhet marrim mandatin poshtë, aty dhe aty nuk punon të printeri, lëvizja ndej në për Tiranë, duhet presim. Drejtues të shkollave të larta kanë sqaruar kandidatët për situatën e krijuar. Dekania e Fakultetit Histori Filologji Valentina Duka tha se procesi do të vijojë për tej orarit derisa të regjistrohet çdo kandidat fitues. Unë nuk do lëviz bashkë me zëvendëdekanin, me gjithë sekretarit, derisa të regjistrojmë studentin e fundit që është prapaderës sot. Urdhri është që të jemi deri më 7, po do të jemi deri më 9, deri më 10, derisa të regjistrojmë ju sot. Do jemi nesër, do jemi të shtunë, do jemi të diel për ju. Fluksi madh i kandidatëve që prisnin në dyert e sekretarive detyroi shkollat e larta që regjistrimin ta kryenin manualisht. Ministria e Arsimit që menaxhon sistemin elektronik sqaroi se bllokimi erdhi për shkak të mbingarkesës dhe vetëm pas mesdite lista elektronike nisi funksionimin. Ndërkohë procesi regjistrimeve në universitete do të vijojë deri në datën 16 tetor. Më pas shkollat e larta do të bëjnë dyers postimin e vijës së kuqe për të plotësuar kuotat që mund të mbeten bosh. Dritroa Golli feston sot 85 vjetorin. Në këtë ditë të shënuar, shkrimtari madh surprizon sërish me publikimin e një vëllimi poetik, e po ashtu edhe me 3 drama të ndaluara që botohen nga Akademia e Shkencave. Ju falenderoj që jeni mbledhur. Në 85 vjetorin e tij, Dritroa Golli nuk ka preferuar dhurata. Për dashamirësit e poezisë së tij, gjithsesi ai ka dhuruar disa vargje të reja, shkruar këtë 10 vjeçar të fundit. Dhurata e parë, një vëllim poetik me titullin Prit dhe pak, është ideja e Elonës, vajzës së tij, që këtë emocion ka preferuar të ndajë më herët përmes vargjeve në rrjetet sociale. Ju hamës, triumfator të luftës me emrin Lakmi. Edhe Akademia e Shkencave ka zgjedhur që në këtë 85 vjetor të botojë të paktën 3 dramat e ndaluara të autorit. Studiuesi Shaban Sinani tregon emocionin e shkrimtarit kur zbuloi se dramat e tij nuk janë zhdukur. Kam pasur kontakt kur kam gjetur tekstin e dramës Balad për një grua. Ai nuk e kishte këtë tekst dhe i kam dhuruar një kopje, duke u siguruar se kishim të bënim një tekst autorial prej dorëshkrimit që gjetëm në bibliotekën e Akademisë Sarte. Që shumë i prekur. Dhe sot në mëngjes kur ishim për t'i uruar 85 vjetorin, u shpreh se unë këto drama i kisha menduar të humbura. Të treja dramat që botohen në një vëllim të vetëm nga Akademia e Shkencave nuk e kanë parë dritën e botimit më herët. Fytyra e dytë është ndaluar 3 herë dhe nuk është botuar asnjëherë si tekst. Balad për një grua është një dramë që nuk ka ekzistuar as në jetëshkrimin e autorizuar të autorit, sepse është konsideruar një dramë e humbur praktikisht. Ndërsa Mosha e bardhë për një fat të mirë, të themi, është dorëzuar për botim paralelisht në shtëpinë botuese Naim Frashëri dhe në shtëpinë botuese Rilindja, në një periudhë kur lejohej që të kaloheshin dorëshkrimet nga Shqipëria në Kosovë dhe në Prishtinë u botua, kurse në Tiranë jo. Festimet e shkrimtarit të madh nisën herët në mëngjes me vizitën e ministres së kulturës në shtëpinë e Gollit dhe do të vijojnë në teatrin kombëtar me leximet të vargjeve më të bukura të poetit. Rama përplaset me homologun Vučić në forumin e sigurisë, i kërkon të njohë Kosovën të pranojë realitetin e Trepçës dhe lirimin e Nehat Thaçit. Aksident tragjik në superstradën Tiranë-Durrës, një makinë futet me shpejtësi në krahun e kundërt, shkakton 4 të vdekur, 3 vajza dhe 1 djalë. Arrestohen para burgut 313 2 shokët e Emiliano Shullazit, akuzohen si pjesëtar të bandës që u vinte gjoba biznesmenëve dhe i kërcënonte me jetë. $70 milion do jepen për pagat dhe 30 milion për pensionet, paga minimale rritet 36%, shpërblim 3.000 lek pensionistëve në fund të vitit. Lajmet tona përfundojnë këtu shikues të nderuar, por për më shumë informacion në çdo moment të ditës, ju mund të klikoni në faqen tonë të internetit visionplus.tv. Ndajemi këtu së bashku, faleminderit për vëmendjen.